Si është e mundur që brenda një viti, cilësia e ujrave të Bregdetit të Shqipërisë të kalojë nga problematike në shumë zona, në kryesisht e mirë dhe shkëlqyer. Kjo është çfarë tregojnë të dhënat zyrtare, por le të kthehemi pak pas. Në vitin 2024, Agjencia Europiane e Mjedisit publikoi vlerësimin për Shqipërinë. U monitorua 119 zona bregdetare mbi cilësinë e ujit në plazhe. Vetëm 16% kishin cilësi të shkëlqyer, ndërsa pothuajse 1 në 4 zona rezultoi me cilësi të dobët. Madje situata ishte përkeqësuar ndjeshëm krahasuar me vitet e mëparshme. Në vitin 2021, rreth 68% e zonave kishin cilësi të shkëlqyer. 3 vite më vonë, kjo shifër kishte rënë në vetëm 16%. Edhe raporti i vet Agjencisë Kombëtare të Mjedisit identifikonte zonat problematike si Durrësi, Kavaja, Qerreti, Spilleja, Vlora, Himara, Saranda, Ksamili dhe të tjerë. Dhe arsyeja kryesore ishte e njohur prej vitesh. Ujrat e zeza vazhdojnë të përfundojnë në det, të patrajtuara ose të trajtuara pjesërisht. Këtu nis pjesa interesante, sepse kur sheh portalin e AKM-s, mbi cilësinë e ujrave për vitin 2025, të dhënat të japin krejt tjetër panoram. Velipoja, Shëngjini, Talja, Gjiri Lalzit, Orikumi, Dërmiu, Himara, Çeparoi, Borshi e Ksamili, shumica raportojnë me cilësi të mirë ose të shkëlqyer. Por ka ende zona problematike në Durrës, Kavaj, Qerret, Vlorë dhe Sarandë. Por në përgjithësi të dhënat duken krejt pozitive. Natyrshëm do thoni çfarë ndodhi brenda një viti. A ka vërtet mundësi që në një vit të ketë kaq shumë përmirësim? Por përmirësime të tilla nuk ndodhin vetvetiu. Kështu që analizojmë. A janë ndërtuar implante të reja trajtimi? A janë rehabilituar rrjetet e kanalizimeve? A janë eliminuar burimet kryesore të ndotjes? A janë bërë investime që publiku nuk i njeh? Dhe pyetjet bëhen edhe më të rëndësishme kur shohim se çfarë ndodh me një pjesë tjetër të mjedisit. Shqipëria vazhdon të përballet me probleme serioze mjedisore. Ndërtimet në Bregdet po shtohen, presioni mbi zonat e mbrojtura po rritet. Projektet strategjike po hyjnë gjithnjë më shpesh në zona me ndjeshmëri të lartë mjedisore. Ndërkohë, organizatat mjedisore paralajmërojnë prej vitesh se mbrojtja e natyrës po dobësohet. Prandaj, sa më i madh jetë përmirësimi që raportohet, aq më e rëndësishme bëhet transparenca. Po për këtë sezon, a janë marrë masat që këto probleme të mos rikthehen? Por mbi të gjitha, realisht, a do të kemi ujëra më të pastra apo vetëm shifra të shkëlqyera?